që e kam grup i menaxhimit. I menaxhimit, po. Menaxhimit. Si tha një tok fjalë që sepse s'mund thuash leadership, s'mund thuash organizator, por mund thuash fare mi menaxhim. Por lajmi ishte që dje do të thotë që u bë gjithandej dhe erdhi një pikë tjetër, ajo që kërkohej nga gjithë ata që protestonin që duhet bër kjo. Por sot ka qenë lajmi që më fal, për më tepër që u bë nga një person i cili gëzon një respekt kombëtar. Po do kalojmë tek ajo që ta shpjegojmë. Por sot ka pas një lloj le të themi sulmi dhe mbrojtje nga një pjesë tjetër e mirë e shqiptarëve. Sulmi dhe mbrojtje, s'jam dakord. Sulmi nga qeveria, nga Edi Rama i pari që nisi. Për ditë nga sulmu. Qeveria të pun nga pas. Unë nuk pas asë me përveç se zagarëve të qeverisë janë ata që kanë bërë për ditë. Okej, të dësjarën. Pra nuk mund të themi sulmi dhe mbrojtje. Kemi vetëm një solidaritet dhe një gëzim, një mbështetje të drejtan Goxhait si një garanci që kjo protestë as nuk bie dhe as nuk shitet. Pra, po të shofësh, kemi Ramën e tërbuar, që kanë shpikur sot deri në një mënyrë më të neveritshme, duke i qytur drejtan Goxhait që s'ka luftu. Më kuptoj logjikën. Ndërkohë që kur drejtan Goxhait ishte në burg, unë kur merrja pjesë protesta për drejtan Goxhait, pata fatin dhe rastin takuja dhe bashkëpunëtarët e drejtan Goxhait, që ardhur me solidaritet nga Kosova këtu. Më kanë treguar bollë histori me drejtan Goxhait, dhe luftë dhe të dish historitë se si ka shpëtuar e gjallë dhe ka shpëtuar vetëm Zoti. Dhe kjo është një nga arsyet që ai beson shumë Zot. Se thot s'ka si shans thot që shpëtoja kur bite mortaja këtu atje, po mos kishte ndihmu Zoti. Pra ishte dora e Zotit që shpëtoi gjallë. Dhe kur këta thonë që s'ka luftuar në Tangoxhe, më kujtohet momenti im më tipik që qesh me vete, kur më akuzojnë që jam njëri Sorosi, ndërkohë që mësuan Sorosi që ekziston prej meje. Se kanë ditë fare çfarë është Soros, kam mësuar prej meje që është i keq edhe që po shpopullon Shqipërinë, të ti je Soros, ti ke marrë parë ke Sorosi. Por legend punë mësova që ekziston. Që është i keq se po shpopullon Shqipërinë. Kështu e puna drejta Goxhait. Jo thonë vetë s'ke luftu, ke parasysh, ka bërë 3 luftra, ajo një. E di ti? Po, ka themi edhe për ato që na ndjekin si Rama merret tani i çon një mesazh edhe kaq poshtë ka niveli kriminalisë që çon dikush një mesazh mund ta çojë edhe ne dikush një mesazh. Ka qenë muslim qytetare në Maqedoni, qytetare shqiptare kombëtare, ka qenë dhe në luftë në Preshef. Me thënë ky s'ka qenë në luftë, ka qenë 3 luftra. E para, e dyta, ky është një person i njohur në Kosovë për rolin e tij, që shumë i veçantë, duke qenë dhe pilot. Shkollë për pilot, që nuk është pilot, po është teknik aeroplani, në kuptimin që është edhe pilot, është edhe teknik. Po natyrisht nuk është specializuar për të bërë pilotin, po ka fluturuar vetë me F-16, llogaritë. Ka bërë shkollën nga shkollat më të mira të aviacionit në botë për F-16 që është në Turqi. Ky person ka qenë edhe koordinatori, më dëgjoni me vëmendje se e keni surprizë sot, i CIA-s për të çuar koordinatët e instalimeve dhe forcave serbe NATO-s për bombardimet. Pra përveç gjithë tjerave që ka luftuar mes mortajave, ka pas përplasje, ka shpëtuar gjallë, shokët vetë mund ta kenë hëngur, ky e ka hëngur një plumë, s'është dhe plagosur, etj. Ajo që më interesante këtë historinë e Drejtan Goxhait është që ky agent po se po thonë që është agent i Iranit. Po jo, po dëgjoj se do jap surprizë, ti di që ke surprizë. Podcast, majsa surpriza për çdo podcast. Unë po ju njoftoj ju sot që ky është agent. Po jo Iranit. Një CIA-s. Do thotë dikush që janë këto fluturime. Jo, nuk është fluturim. Ka qenë në Kosovë, ky kishte detyrë operacionale të zbulonte instalimet dhe si thosh forcat serbe ku ndodheshin në Kosovë, që t'i çonte të dhënat forcave të NATO-s për të bërë bombardime. Pra ky ka qenë direkt në kontakt drejt për drejt me CIA-n. Tani, çfarë është njëri që punon për CIA-n? Agent. Apo ja. Natyrisht që nuk është agent i Amerikës. Është një kontraktor lokal që nuk është me pagesë, por është në pozitat e tija luftarake, që bashkëvepron me ta, komunikon me ta dhe jep me ta. Tani, ky në këtë pozita mund të quhet agent i CIA-s? Po që s'do të quhet agent i Iranit? Është edhe shpreha, ndoshta nuk është tani në funksion të CIA-s dhe nuk e dim, por nuk është funksion të CIA-s. Është edhe shpreha që thonë, nuk e kuptum.
Në atë kohë, ky ka qenë njeriu që ka qenë focal point për të dhënë të dhënat e instalimeve serbe që ky shkonte dhe i gjente, i zbulonte dhe sapo i zbulonte i raportonte. Ti e di që kush është një nga misionet më të rrezikshme në luftë? Misioni i zbulimit. Apo. E dyta, un kam takuar bashkëtorët e tij kur ai ishte në Burg. Që ne ditën të protestonin për të. Sepse unë se kam ditë ekzistencën e këtij ideali dhe jam ndier fajtor për këtë gjë që kam marrë vesh kur e futën në Burg. Atë 2 ditë më pas, ma ka shpjeguar një gazetare që e falenderoj, Mirlinda, s'po vjen mbi emrin këtë çast, që kam zgjedhur edhe podcastin e parë që ka bërë Dritan Goxha në Shqipëri, ka bërë me ne. Sapo ka dalë nga Burgu. Ke shpresoni. Po. Dhe sa harroj asnjëherë atë gjë, ishte gjë shumë e bukur, podcasti i parë u bë ne. Më kupton logjika doli nga Burgu. Dhe e kam postuar tani në profilin tim Facebook, kushdo të shumë ato kushtet tona tek timi tavolin, ke muri, ke vërtetësisht ato në moment. Dhe unë kur kam takuar bashkëtarët e tij kam dëgjuar boll histori me Dritanin, që më kanë treguar edhe një vajzë e UÇK-s, që ka qenë luftë me Dritanin. Më kanë treguar edhe 2 shokët vet që kanë qenë luftë me Dritanin. Ndërkohë që ky ka qenë komandant batalionit këtë këtë konfirmuar me dokumenta zyrtar. Madje më interesante është që kur e kanë futur në Burg 2001 dhe e kanë liru, kanë dalë dokumentat e UÇK-s në dosjen gjyqësore që ky ishte në funksione të larta drejtimi operacional në Kosovë. Dhe ky momenti kur qeniet më të neveritshme që ka ky vend, njerëzit më të ndyrë që ka ky vend, akuzojnë Dritanin që s'ka qenë luftë, ke vësh të vjen të vjedhësh dhe përdorin një ple i cili është njëri që urren Dritanin si Dritani i kanë zgjedhur pa lart epistoku dhe korrupsion që ai ka bërë në Kosovë. Në kush është ai? Është një person që thoshte ka qenë në UÇK. Ky është një nga njerëzit që Dritani kanë nxjerr bojën këtë periudhë me pistit që ai ka bërë atje. Dhe koncepti është që mënyra e neveritshme dhe e ndyrë se si këta plera që po shesin Shqipërinë akuzojnë Dritanin që nuk ka qenë në luftë me UÇK-n, lidhet me një element që i ka tmerruar. Kam nxjerrë Andrea Bregu një fragment që kam bërë të share dhe unë ke profilim, kushdo mund ta shohë, kur Dritani para disa muajsh shpjegon që vetëm për ta rrezuar Ramën nga pushteti është plumbi. Dhe tradhtarët meritojnë plumbin. Dhe ky njeri meriton plumbin, Predi Rama. Rama është dhier, fal për shprehjen, në këtë orë papërshtatshme, kur ka parë Dritan Goxha lexuar deklaratë. Pse do thosh ti? Sepse Dritan Goxha është nga të rrallët ose unik të thoja, që është edhe i kësaj, më gjën shif mua. Është edhe i kësaj, është edhe i kësaj. Ka të dy armët do. Është edhe intelekt i lartë, po është edhe kapacitet ushtarak. Dhe rreth Dritanit ditë se kush afrohet. Patriotët, sepse ata që nuk janë patriot nuk afrohen rreth Dritanit. Dritani është një magnet patriotizmi. Dhe gjatë gjithë kohës protestës ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm për të mbajtur në unitet një grup 100% përçar. Pra gjatë gjithë këtyre ditëve ka qëndruar për të mbajtur të bashkuar. Po. Njerëzit kanë qenë shumë pak kënaqur me menaxhimin e protestës. Duke se tani ka dalë në front parë, pra pas asaj deklaratës. Nga që pra, të dalin pse zgjodhen, kush e zgjodhi pra Dritani? Si erdhi donë që Dritani doli që lexoi deklaratën. Grupi i menaxhimit u delegjitimua. Ne kishim një podcast me Shpeni dhe treguam se si antiterrori kishte marrë gjithë listën e këtyne, grupit punës, kishte zbërthyer emër për emër dhe kishte shantazhuar gjithë. Ndërkohë që me diversante vet menaxhonte në shpërbërje protestës, ishte rasti i marshimit. Dhe ke rasti i marshimit, si thosh, e kemi të regjistruar, të publikuar me video, se si ditën e shtunë që njerëzit donin të qëndronin në shesh, një personazh që quajnë Vistara, banka e fundit që i vjen një emër, i kishte marrë për t'i larguar prandaj. Dhe po ishte një person që ditën e tretë marshimit, kur Luciana Koka tha dhe tani vazhdoni marshimin, kur mbaroi protesta, ky çuditërisht se kush e jep lejen këtij njeriu, mori mikrofonin dhe tha, do shkojmë drejt KSZ dhe do shpërndahemi aty. Është me video kjo gjë. Dhe është një person që e çoi turmën
drejt përfaqësisë Izraelit në Shqipëri, ku dikush po e priste me maskë që të bënte një veprim.